Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Gaforës. Do bëjmë një mesazh apo siç pyeta duke i përzyer letrat, një vërtet për Gaforën. Të dashur Gaforë, dhe të shohim. I shtypuri. Më dëgjoni me vëmendje, të dashur, apo afrojeni dhe shikojeni një person si është i lidhur, i futur në një lloj pusi, gracke, i lidhur në komplet dhe i shtypur. Një njeri të lidhur me litar i shtypur, i shtrënguar nga çdo anë, i ngujuar në një hapësirë të ngushtë, me të qarat që fillojnë të shfaqen në murin rreth tij. Kjo figurë nuk është e lidhur nga të tjerët, por nga presionet që mban brenda vetes të dashur Gafor. Detyrime, përgjegjësi, pritshmëri, frikë, mendime vetë kufizuese. Kjo është një letër kogja që pasqyron tension ekstrem, fazët kur trupi, mendja dhe shpirti po thot mjaft. Je duke mbajtur shumë brenda vetes dhe po afroheni te pika e shpërthimit. Je munduar të jesh i fortë apo e fortë, dashur Gafor, për të gjithë. Ke heshtur kur duhet të flisje, ke mbajtur veten të ngjeshur për të mos u zhgënjur askënd. Por kjo letër të thot, trupi yt, zemra jote, jeta jote, ka nevojë për liri, çfarëdo lloj lirie qoftë ajo. Shpërthimi që ndjen nga brenda të dashur Gafor nuk është shkatërrim, është forca që do të të çlirojë. Mos ki frikë të thuash jo, të vendosësh kufi, apo të kërkosh ndihmë, nuk është egoizëm, është shpëtim.